Të kesh empati do të thotë të kesh një zemër që dëgjon, por edhe një mendje që kupton. Na ndiqni sot për të kuptuar më shumë për këtë virtyt të jashtëzakonshëm. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mikesha të programit Shpresë për ty, përshëndetje dhe mirë se vini në programin ton të sotëm. Unë jam Marta Dhe unë jam Dena. Përshëndetje edhe nga unë. Pas një serie e programesh mbi adoleshentët edhe 2 programe mbi lidhjen nën-fëmijë, do të donim të sillnim për ju një temë tjetër që lidhet shumë me 2 të parat dhe është shumë e rëndësishme. Sot kemi zgjedhur të flasim për empatinë. A mund të mësohet ajo dhe si mund t'ua mësojmë fëmijëve tanë? Në fakt, Dena, doja të thosha që shtys për këtë program u bë një takim që ne bëm me nënat me fëmijë me nevoja të posaçme. Siç e dim, disa fëmijë me nevoja të posaçme janë nxënës në shkollat shtetërore dhe për t'i ndihmuar ata është vënë edhe një mësuese ndihmëse. Sigurisht që kjo është një gjë e mrekullueshme, por diçka nuk shkon mirë dhe nënat e këtyre fëmijëve janë gjithmonë të shqetësuara që fëmijët e tyre bullizohen dhe ndonjëherë edhe keq trajtohen nga moshatarët e tyre. Është e dhimbshme, por shumë e vërtetë Arta. Prandaj edhe ne përmes këtij programi dëshirojmë të ndërgjegjësojmë nënat që të mbjellin tek fëmijët e tyre farën e empatisë, në mënyrë që jeta e fëmijëve me nevoja të posaçme në klasat e tyre të bëhet më e lehtë dhe më e mirë. Dhe jo vetëm kaq, por edhe në shoqërinë në tërësi, apo jo. Por çfarë është empatia? Sipas fjalorit të gjuhës shqipe, empatia është një prirje e brendshme që na bën të ndjejmë atë që dikush tjetër po përjeton, aftësi për t'i parë gjërat nga këndvështrimi i tjetrit. Sipas Wikipedis, empatia është aftësia për të kuptuar dhe ndjer emocionet, mendimet dhe përvojat e një personi tjetër, sikur t'i përjetojë vetë. Është një mënyrë për t'u lidhur me të tjerët në një nivel emocional, duke treguar mirëkuptim dhe ndjeshmëri ndaj asaj që ata po kalojnë. Ekzistojnë 2 lloje kryesore të empatisë. Empatia emocionale, kur ndjen në trupin dhe zemrën tënde emocionet e tjetrit. Për shembull, kur një mik është i trishtuar dhe ti ndihesh gjithashtu i prekur, dhe empatia kognitive, kur kupton mendimet apo këndvështrimin e dikujt tjetër, edhe nëse nuk përjeton të njëjtat ndjenja me të. Empatia është më shumë një kuptim logjik dhe intelektual i ndjenjave të tjetrit. Empatia është thelbësore për marrëdhëniet e shëndetshme, sidomos në marrëdhëniet prind-fëmijë, sepse ndihmon në krijimin e besimit dhe në zhvillimin emocional të fëmijës. Nëse do ta përkufizoni me fjalë të thjeshta, empatia është zemra që dëgjon dhe mendja që kupton. Por a është e mundur që empatia të mësohet? Kjo është një pyetje me vend, Arta. Studiuesit thonë se është e mundur që empatia të mësohet edhe të zhvillohet. Edhe pse disa njerëz mund ta kenë më të natyrshme të jenë empatik, ajo është një aftësi që mund të përforcohet me vetdije dhe praktik. Dhe ja disa mënyra se si mund të mësohet empatia. E para, duke dëgjuar me kujdes. Kur i kushtojmë vëmendje dikujt pa e ndërprer dhe pa gjykuar, ne fillojmë të kuptojmë më thellë se si ndihet ai person dhe se çfarë po përjeton. E dyta, duke e vënë veten në vendin e tjetrit. Pyetja, si do të ndihesha unë në vendin e tij, është një ushtrim i fuqishëm për të ndërtuar empati. Mënyra e tretë se si empatia mund të mësohet është duke pranuar ndjenjat e të tjerëve. Nuk kemi pse të jemi dakord me dikë apo të jemi duke kaluar të njëjtën gjë për të treguar empati. Mjafton të pranojmë se ajo që ai person ndjen është e vërtetë për të. Mënyra e katërt është përmes librave dhe historive. Leximi i tregimeve nga këndvështrime të ndryshme na ndihmon të kuptojmë botën emocionale të njerëzve të tjerë. Dhe mënyra e pestë për të mësuar empatin është duke dhënë modelin e duhur në mjedisin familjar ose shkollor. Fëmijët e mësojnë empatin nga ajo që shohin. Kur prindrit apo mësuesit tregojnë mirëkuptim dhe ndjeshmëri, fëmijët mësojnë të bëjnë të njëjtën gjë. Arta, unë mendoj se empatin mund ta krahasojmë me një muskul. Sa më shumë e stërvitim atë, aq më fort bëhet. Dhe është e nevojshme që një prind i ndërgjegjshëm të mendojë se si ti mësoj empatin fëmijës së tij. Mund të jetë e vërtetë që empatia të mos ketë qenë diçka që ju kanë mësuar në fëmijërinë tuaj. Në fakt, shumica prej nesh madje mund të besojnë se empatia është e lindur edhe jo e mësuar.
Nxitja e empatisë dhe më e rëndësishmja stërvitja e fëmijës tuaj në mënyrën e duhur për t'u përgjigjur ndjenjes së tyre të empatisë është një mënyrë e shkëlqyer për të vendosur themelet që një qenie njerëzore të rritet e dhemshur. Ja një pyetje tjetër që bëhet shumë shpesh. Pse është i rëndësishëm mësimi i empatisë për fëmijët? Empatia na ndihmon të shohim nga këndvështrimi një personi tjetër dhe të kuptojmë se si mund të ndihet ai. Kur fëmia juaj është empatik, ai mund të bëjë miq lehtësisht, të shmangë grindjet dhe të gjejë zgjidhje për konfliktet. Por jo vetëm kaq, empatia është vlera thelbësore në koeficientin emocional, që është aftësia për të njohur emocionet e veta dhe të tjerëve. Fëmijët që rriten me nivele të larta të koeficientit emocional kanë më shumë gjasa të kenë sukses akademik, të jenë efektiv në role drejtuese dhe në përgjithësi të gjejnë më shumë lumturi dhe kënaqësi në marrëdhëniet personale më vonë në jetë. Fëmijët fillojnë të tregojnë shenjat e empatisë së vërtet që në moshën 2 vjeçare. Për shembull, një foshnjë kur sheh nënën e tij duke qarë, mund t'i sjellë asaj një lodër me të cilën i pëlqen të luajë, duke pritur që ajo të ndihet më mirë. Edhe ja disa mënyra efektive për të mësuar fëmijëve tuaj empatinë. E para, bëhuni një prind empatik. Rritja e një fëmije empatik kërkon një prind empatik. Një prind empatik është ai që është i përshtatur mirë me funksionimin emocional të mendjes së fëmijës së tij. Kur jeni në gjendje të imagjinoni lehtësisht këndvështrimin e tyre, kjo ju pengon që të mos keni inat menjëhershëm për çdo gjë që mund të bëjë fëmia juaj. Në vend që t'i zhvishni emocionet tuaja duke i shfaqur ato në mënyrë negative, flisni me fëmijën tuaj për to, me një ton të qetë. Kjo vën në lëvizje procesin e tyre të menduarit empatik. Vini re se një fëmijë që është shortuar ashpër mund të ndjejë më shumë pakënaqësi se sa mirëkuptim. Flisni për ndjenjat. Një fëmijë thjesht e kalon ditën e tij duke u ndjerë i lumtur, i trishtuar, i zemëruar, i lodhur e të tjerë, pa u ndalur kurrë të mendojë se pse, ose se si erdhën këto ndjenja, ose çfarë janë ato ndjenja. Është gjithmonë mirë të flisni fëmijëve tuaj për ndjenjat, të mësoni emrat e tyre dhe t'i trajnoni të identifikojnë se cilat janë emocionet e tyre. Gjithashtu, për ta është shumë e dobishme që t'ju dëgjojnë ju të flisni për atë që ndjeni. Kur një fëmijë është në gjendje të identifikojë dhe të emortojë emocionet e tij, ai është më i pajisur për t'i identifikuar ato ndjenja edhe tek të tjerët. Bëhuni një model i mirë për fëmijët tuaj. Fëmia juaj merr mësime nga ju për fjalët për të folur, gramatikën, gjuhën e trupit, vetëpërmbajtjen dhe gjithçka tjetër. Pra, nuk është çudi që ata varen nga vëzhgimet e tyre, për të mësuar se si të trajtojnë njerëzit e tjerë. Trajtimi i të tjerëve me dashamirësi dhe të qenit i kuptueshëm ndaj dikujt që ka bërë një gabim, e inkurajon fëmijën tuaj të bëjë të njëjtën gjë. Për shembull, nëse ju kanë sjellë porosin e gabuar në një restorant, jeni të sjellshëm me kamarierin. Më vonë, pyesni fëmijën tuaj se si mendon se kamarieri duhet të jetë ndjer për atë gabim. Mësoni empatin për veten. Në kulturën tonë, thjesht pritet që ne të punojmë shumë dhe të ndjekim rregullat dhe rolet tradicionale familjare. Shumë pak prej nesh janë rritur duke u thënë se ndjenjat tona janë të rëndësishme ose se kanë ndonjë kuptim për to. Një situatë e tillë mund të krijojë individ që vuajnë në heshtje gjatë gjithë jetës së tyre. Në mënyrë që ne të kemi empati ndaj të tjerëve, së pari duhet të kemi empati për veten. Nxiteni fëmijën tuaj të flasë për mënyrën se si ndihet dhe mësojini atij vlefshmërinë e ndjenjave të tij. Disa ndjenja, si zemërimi, mund të mos ja vlejnë të ndiqen, ndërsa të tjerat duhet të trajtohen me veprime. Ky është një mësim i rëndësishëm që çdo fëmijë duhet të mësojë. Të jesh empatik nuk do të thotë të lejosh të tjerët të përfitojnë prej teje, ose të marrin më të mirën, ndërkohë që ti vetë hesht. Një mënyrë tjetër efikase për t'i mësuar empatin fëmijëve tuaj janë lojrat me role. Shumë lojra që fëmijët, veçanërisht vajzat, luajnë, si lojrat me shtëpi dhe festat e çajit me lodrat e tyre, natyrshëm i vendosin ato në këpucët e dikujt tjetër. Loja me role i inkurajon fëmijët të shprehin ndjenjat e tyre verbalisht dhe me veprime. Ju mund të ndërhyni në pika të caktuara për të pyetur: çfarë ndjen ky personazh? Ose pse ky personazh e ndjen këtë? Duke u referuar personazhit si personi tret, fëmia do të ndihet i larguar nga emocionet e tij, ndërsa identifikon emocionet e personazhit dhe ky është thelbi i empatisë.
Mënyrë tjetër është identifikimi me personazhet në libra. Leximi i një libri që tregon historinë e një ose më shumë njerëzve është në thelb një ushtrim empatie. Kjo është arsyeja pse mësimi i empatisë përmes letërsisë për fëmijë është shumë efektiv. Ne ndjejmë një lidhje me personazhin sepse shohim ulje ngritjet në jetën e tij. Pas leximit të librit, bëni pyetje të tilla si: pse të pëlqeu personazhi? A kishte ndonjë personazh në libër që nuk të pëlqeu? E të tjerë, për ta ndihmuar fëmijën të shkëputet nga ndjenjat e tij empatike dhe ta shoh personazhin si një entitet më vete me ndjenjat e tij. Ndihma në shtëpi është një mënyrë tjetër për të mësuar fëmijëve empatinë. Kërkojini fëmijës tuaj të ndihmojë në punët e shtëpisë, qoftë ndihma për mamin, babin apo gjyshrit në atë që ata po bëjnë. Duke u dhënë atyre këtë përgjegjësi, ju po i ndihmoni ata të kuptojnë se si i kalojnë të tjerët ditët e tyre dhe problemet që marrin përsipër për të mbajtur shtëpinë. Një mënyrë tjetër është përforcimi pozitiv. Nëse shihni se fëmia juaj kryen një akt të mirëfillt mirësie, lavdërojeni për të. Ju nuk duhet ta teproni me lavdërimet, por kjo mjafton për t'i bërë të ditur se e keni vëzhguar dhe se e vlerësoni. Ju gjithashtu mund të diskutoni ndjenjat e personit ndaj të cilit fëmia juaj tregoi mirësi. Sidoqoftë, mos i shpërbleni ata me diçka materiale, si një lodër ose një ëmbëlsirë, sepse kështu mund të mësoni që ata të lidhin mirësinë me shpërblimet. Përforcimi pozitiv është shumë efektiv në mënyrën se si empatia zhvillohet tek një fëmijë. Ndihmojini fëmijët tuaj të identifikojnë veten si një person empatik. Nxitini ata të vlerësojnë veprimet e tyre, pasi kështu do të kenë më shumë gjasa të përsërisin sjelljen pozitive. Kur fëmia juaj është empatik, ai mund të vlerësojë edhe më mirë se si ndiheni ju. Fëmijët do të përpiqen natyrshëm t'ju gëzojnë kur jeni të trishtuar, të zbusin tensionin kur jeni të stresuar dhe të qeshin me ju kur jeni të lumtur. Një fëmijë empatik është forca e çdo prindi, ndërsa ata rriten, do të jenë partnerët tuaj të palëkundur në rrugtimin e jetës. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura në programin Shpresë për ty. Në pjesën e parë të programit folëm për empatinë dhe se si t'ua mësojmë atë fëmijëve tanë që t'i ndihmojmë ata të bëhen të rritur të përgjegjshëm, të dhemshur dhe inkurajues për të tjerët. Tani për t'ju inkurajuar ju, duam t'ju tregojmë se Perëndia, Ati ynë qellor, është një Zot i dhemshur. Perëndia si krijues dhe mbajtës i gjithësisë na është zbuluar nëpërmjet fjalës së Tij, Biblës, si një Zot i drejtë, i plot fuqishëm, por mbi të gjitha si një Zot i dhemshur. Dhemshuria e Tij nuk është thjesht një ndjenjë, por një veprim i vazhdueshëm dashurie dhe mëshire ndaj njerëzimit. Në një botë të përfshirë nga dhimbja, padrejtësitë dhe mungesa e dashurisë, dhemshuria e Perëndisë shfaqet si një burim ngushëllimi dhe shprese. Bibla është e mbushur me dëshmi të karakterit të dhemshur të Perëndisë. Në Psalmin 103, vargu 8, psalmisti thotë: Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut, i ngadalshëm në zemërim dhe i madh në mirësi. Ky varg na jep një pasqyrë të qartë të natyrës së Perëndisë. Ai nuk nxiton të dënojë, por pret me durim kthimin e bijve të tij, ashtu siç babai priti birin plankprishës në tregimin e Jezusit. Dhe mund ta gjeni këtë histori tek Luka kapitulli 15, vargjet 11 deri në 32. Dhemshuria e Perëndisë nuk është e kushtëzuar nga meritat tona. Ai e tregon atë edhe kur ne e harrojmë ose e mohojmë. Tek Vejtimet kapitulli 3, vargjet 22 deri në 23, profeti Jeremia thotë: Është një hir i Zotit që nuk jemi shkatëruar plotësisht, sepse mëshirat e Tij nuk janë mbaruar plotësisht. Për të rriten çdo mëngjes, e madhe është besnikëria jote. Kjo dëshmon se dhemshuria e Zotit është e përditshme, e freskët dhe e qëndrueshme, një dhuratë e përhershme për ne. Gjatë shërbesës së Tij toksore, Jezusi e mishëroi plotësisht këtë dhemshuri. Ai u afrua me të sëmurët, mëkatarët, të përbuzurit e shoqërisë, jo për t'i dënuar, por për t'i shëruar dhe për t'u dhënë shpresë. Tek Mateu 9, vargu 36, lexojmë: Duke parë turmat, Jezusi kishte dhemshuri për to, sepse ishin të lodhur dhe të shpërndar si delet pa bari.
Ky varg flet jo vetëm për gjendjen shpirtërore të njerëzve, por edhe për ndjeshmërinë e Jezusit ndaj vuajtjeve të tyre. Ai nuk ishte indiferent, por zemra e tij u prek thellë prej tyre. Dëmshuria e Perëndis nuk është vetëm një ndjesi e butë, por ajo përfshin edhe veprime konkrete. Ai ju përgjigjet nevojave tona me hir. Nëpërmjet Jezusit, Perëndia na dhuroi mëshirën më të madhe, faljen e mëkateve dhe jetën e përjetshme. Tek Efesianëve, kapitulli 2, vargjet 4 deri në 5, shkruhet: Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, edhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit. Ky është kulmi i dëmshurisë së tij, një dashuri që nuk njeh kufi, e dhën falas. Në jetën tonë të përditshme, ne përjetojmë dëmshurinë e Perëndis në shumë mënyra, në faljen e tij, në durimin që ai ka me ne, në ngushëllimin që na jep në sprova dhe në praninë e tij të përhershme. Ai nuk na lë kurrë vetëm, por është një atë që na përqafon kur gabojmë, na ngre kur rrëzohemi dhe na udhëheq kur jemi të humbur. Të besosh tek një Perëndi i dëmshur do të thotë të jesh i sigurt në dashurinë e tij, pavarësisht rrethanave. Perëndia nuk është i ftohtë, i largët apo i ashpër. Ai është një atë që qan me fëmijët e tij dhe që gëzohet kur ata kthehen tek ai. Dëmshuria e tij është e përhershme, e vërtetë dhe gjithmonë në dispozicion të atyre që i afrohen me zemër të përulur. Dhe ne mund të mësojmë kaq shumë nga një Perëndi i dëmshur. Këto mësime të çmuara ndikojnë jo vetëm në marrëdhënien tonë me të, por edhe në mënyrën se si ne sillemi me të tjerët dhe me veten. Ja disa prej tyre. E para, ne jemi thirrur të jemi të dëmshur si Perëndia. Ashtu siç ai na fal dhe na trajton me mirësi edhe kur nuk e meritojmë, edhe ne jemi thirrur të tregojmë të njëjtën dëmshuri ndaj të tjerëve. Tek Luka 6, vargu 36, Jezusi thot: "Jini të mëshirshëm pra, sikurse edhe Ati juaj është i mëshirshëm." Ky urdhërim na kujton se dëmshuria nuk është dobësi, por një forcë që transformon marrëdhëniet dhe pasqyron dashurinë e Perëndis në botë. Mësimi i dytë është të kemi shpresë edhe kur gabojmë. Dëmshuria e Perëndis na siguron se askush nuk është i humbur përgjithmonë. Kur e pranojmë faljen e tij, mësojmë të ngrihemi përsëri dhe të vazhdojmë rrugën tonë me besim. Vajtimet, kapitulli 3, vargjet 22 deri në 23, thot: Është një hir i Zotit që nuk jemi shkatëruar plotësisht, sepse mëshirat e tij nuk janë mbaruar plotësisht. Për të rihen çdo mëngjes, e madhe është besnikëria jote. Ky varg është një kujtesë e përditshme se Perëndia nuk lodhet kurrë duke na dashur. Së treti, nga Perëndia mësojmë të mos gjykojmë me ashpërsi. Kur e kuptojmë se sa shumë mëshirë kemi marrë vetë, ne fillojmë të jemi më të butë dhe më të kuptueshëm me të tjerët. Jakobi 2, vargu 13, na thot se mëshira triumfon mbi gjykimin. Në një botë ku shpesh mbizotëron dënimi dhe kritika, besimtari i vërtet zgjedh të shohë me sytë e Perëndis, me mëshirë dhe me dëmshuri. Së katërti, mësojmë të jemi të fortë në vuajtje. Një Perëndi i dëmshur nuk na lë kurrë vetëm në vuajtje, por qëndron pranë nesh. Ai e njeh dhimbjen tonë dhe na jep forcë për të vazhduar. Psalmi 34, vargu 18 thot: Zoti qëndron afër atyre që e kanë zemrën të thyer dhe shpëton ata që e kanë frymën të dërmuar. Në sprova, kjo prani hynore na jep kurajo, sepse ne e dim se nuk jemi të braktisur. Të njohësh Perëndin si një Zot të dëmshur, është të njohësh një atë që nuk lodhet kurrë duke dashur, duke falur dhe duke shpresuar për fëmijët e tij. Kjo na mëson jo vetëm si të jemi më afër tij, por edhe si të jetojmë me njëri tjetrin. Dëmshuria e Perëndis nuk është vetëm një cilësi hynore, ajo është një frymë që ne jemi thirrur ta mbajmë gjallë në çdo veprim, në çdo fjalë dhe në çdo zgjedhje që bëjmë. Dhe kemi mbërritur kështu, mikesha të dashura, në fund të programit tonë dhe për ditën e sotme. Mund ta dëgjoni këtë program si edhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Shpresë për ty dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu, për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë,
të na dërgoni një email në twr@albania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e radhës. Ndoshët programin Shpresë për ty.